Kush e rëmbeu Zelenskin dhe Hashim Thacin nga Bemblushi? Rëmbimi i Zelenskit nga Europa ngjan shumë rëmbimit që u bë Hashim Thacit në kohën kur po shkonte të firmoste një marrëveshje paqe me Serbinë në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2020. Por megjithse u rëmbyen nga të njëjtit rëmbye, Zelenski dhe Hashim Thaci nuk gjajnë fare me njëri tjetrin. I pari është duke humbur luftën me gjithë mbështetjen e gjithë botës, kurse i dyti e fitoi luftën megjithse nuk ishte mbështetjen e gjithë botës. Dhe si karaktere ata të dy nuk ngjajnë fare. Zelenski ka qenë një komedian i shpifur që kërcente në harremet e Rusisë, kurse Hashim Thaci ishte një luftëtar që doli në mal me armë në dorë dhe drejtoi një lëvizje çlirimtare derisa e shpalli vendin e vet të pavarur, pikërisht sepse nuk ngjajnë fare si karaktere, njëri është në burg pasi fitoi, kurse tjetri është i lirë dhe vazhdon të kërcej edhe pse po humb. Por përveç ndryshimeve karakteriale dhe politike të dy presidentëve, ati të Kosovës dhe të Ukrainës pak a shumë gjithçka tjetër është njësoj dhe ja pse. Të dy u rëmbyen nga Europa kur ishin gati të firmosnin një marrëveshje paqeje në zyrën e Donald Trump. Në vitin 2020, Hashim Thaci u pengua të shkonte në Amerikë dhe jo rastësisht. Jack Smith, njeriu që ka dashur të dënojë me burg Donald Trump, ishte prokurori që ngriti akuzën, ndërkohë që Hashim Thaci ishte në Vjenë duke pritur avionin që do ta çonte në Washington. Por sigurisht, Jack Smith nuk ishte i vetëm, pas tij ishin europianët, gjermanët, francezët, hollandezët, të cilët e burgosën Thacin sepse menduan se ai po i bënte një favor Donald Trumpit duke i dhuruar një marrëveshje paqeje me Serbisë dhe Kosovës në prag të zgjedhjeve presidenciale në Amerikë. Hashim Thaci u akuzua në 26 tetor 2020 në kulmin e fushatës presidenciale në Amerikë dhe u arrestua në 5 nëntor 2 ditë pasi Joe Biden kishte fituar zgjedhjet kundër Donald Trump. Pra, në fillim e penguan të bëhej bashkëpunëtori Donald Trump dhe pastaj e ndëshkuan si bashkëpunëtor të tij. Duke parë çfarë ndodhi këto ditë, është edhe më e qartë se Zelenski u rëmbye me dëshirën e vet nga europianët, të cilët e bindën të mos nënshkruante dhe të përdorte çdo truk për të sabotuar marrëveshjen e negociuar nga Trump, çka ai e bëri me sukses. Por meqë Zelenski dhe Hashim Thaci nuk kanë të njëjtin plan, sepse njëri do të vazhdojë luftën dhe tjetri do ta mbylli pari, shkoi në zyrën ovale dhe e shkatroi marrëveshjen për të cilën kishte rënë dakord, kurse i dyti është sot në burg sepse do ta nënshkruante marrëveshjen për cilën kishte rënë dakord. Sikur Hashim Thaci të kishte dëgjuar europianët sot, me siguri do të ishte i lirë si Zelenski. Çështja është se të dyja këto raste që ngjajnë si dy pika ujë, Europa ka kërkuar me çdo kusht vazhdimin e konfliktit si në Ukrainë ashtu edhe në Kosovë. Për shkakun e tyre, Ukraina vazhdon, ndërsa Kosova mund të shpërthejë nëse i lihet në dorë një grupi luftnxitësish të cilët po bërtasin gjithë ditën se Rusia kërkon t'i pushtojë, ndërkohë që kjo as nuk duket në horizont dhe as nuk ka ndonjë shans të ndodhë. Paniku qesharaki europianëve bëhet edhe më mizor kur propozojnë një plan me 4 pika për mbylljen e luftës në Ukrainë, një plan të cilit i mungon pika e parë, negociatat me palën tjetër me Rusinë. Kjo është e jashtëzakonshme. Një plan si ky nuk është parë as në filmat e komunizmit shqiptar, kur armiqtë huaj mundeshin çdo ditë pa shkrepur asnjë armë, jo sepse armiqtë ishin të dobët, por sepse ata nuk e kishin fare në plan të sulmonin Shqipërinë, siç dhe u provua. Komunistët shqiptar e përdorën frikën nga pushteti perëndimor për të na nënshtruar për 50 vjet. Sot europianët po bëjnë të njëjtën duke u futur në psikozën e Verroxhës, që ndërtoi bunker për të mbrojtur një armik që nuk erdhi asnjëherë. Nuk është për të qeshur, por sot shteti gjerman po inkurajon prodhimin e bunkerëve të gatshëm, të cilët njerëzit po i fusin në oborret e shtëpive me bindjen se rusët do t'i sulmojnë nesër. Nxitimi i tyre përveç rrit çmimin e bunkerëve shton njëkohësisht edhe taksat, ndërkohë askush nuk e shpjegon se pse rusët do të pushtojnë Europën. Kryeministri polak tha para 2 ditësh se 140 milion rus po bëhen gati të pushtojnë 500 milion europian. Vetëm kjo fjali mjafton për të kuptuar se sa qesharake është e gjitha. 140 milion banor në një vend relativisht të varfër si Rusia, që ka humbur qindra mijëra ushtar, që detyrohet të marrë ushtar borxh në Korenë e Veriut, një shtet i lodhur për shkak të sanksioneve raskapitse, mbylljes hermetike, largimit të bankave dhe kompanive perëndimore, të sekuestrimit të aseteve, një shtet me një buxhet më të vogël se Italia, jo vetëm nuk ka arsye pse nuk kanë as fuqi të pushtojnë me radhë Gjermaninë, Francën
Francën dhe pastaj Anglinë, dhe nëse të gjitha këto pushtime i mbaron deri të premten ushtarët e skuqur rus, mendohet se mund ta kalojnë wikendi në Spanjë dhe në Portugali. Në fund të fundit, pse do të pushtonte Rusia Europën? Këtë nuk e thot askush. Askush nuk thot kush është arsyeja që Rusia do të çmendej dhe do të pushtonte gjithë këto vende rresht, njëra pas tjetrës, sikur të ishin fshatra të boshatisur në Siberi. Akoma më keq, askush nuk e thot se kjo është plotësisht e pamundur. 140 milion njerëz nuk pushtojnë dot 500 milion. Jo vetëm sepse numerikisht kjo nuk mund të ndodhë, por edhe sepse në këtë moment Rusia do të ishte e vdekur, pasi gjithë bota përfshirë edhe Amerikën, Japonin, Indin, Turqinë dhe Arabin do të bëjë me Europën. Kjo do të ishte një luftë mes Rusisë dhe botës në të cilën përfundimi dihet. Çështja është se lufta në Ukrainë ka mbetur bunkeri fundit i liderëve europian, të cilët janë futur aty për të mbrojtur nga popujt e tyre, për të mbrojtur nga papunësia, pabarazia, inflacioni, emigracioni, çmimet e larta dhe rënja ekonomike. Ukraina është një sebeb për të qeverisur keq, në pamundësi për të qeverisur mirë. Ndërsa lufta në Ukrainë mbaron, të gjitha çështjet e tjera hapen. Popujt evropian, të cilëve u thuhet nuk kemi çfarë bëjmë, mos kërkoni më shumë se jemi në luftë, do të kërkojnë paga më të larta, pensione më të mira, çmime më të ulta dhe punësim. Përfundimi i luftës në Ukrainë do t'i rrëzonte me radhë shumicën e qeverive të sotshme europiane. Kjo është arsyeja pse Zelenski u rrëmbye dhe ju mor Donald Trumpit nga zyra si një aktor profesionist për të vazhduar të luajë rolin kryesor në këtë komedi të dhimbshme. Ndryshe nga Zelenski, Hashim Thaçi nuk e pranoi këtë rol, nuk do ta pranonte. Nëse do ta pranonte, do të ishte akoma presidenti i Kosovës, duke shkuar çdo javë në Bruksel, aty ku thirren të gjithë ata që nuk duhet të mbarojnë asnjë punë. Sidoqoftë, në fund të kësaj historie me luftë, një gjë është e sigurt: luftë nuk do të ketë. Për të paktën 3 arsye. E para se Amerika nuk do, e dyta sepse Rusia nuk mundet, dhe e treta sepse Europa është frikacake.